Përshëndetje të gjithëve, unë jam Burimi, një gazetar kines që flet shqip. Nëse keni ndjekur lajmet së fundmi, fjara që ju ka darë më shpesh para syve është sigurisht tarifat. Nga rojrat me numrat, deri te presionit ekstreme, paqëndrueshmëria dhe arroganca e SBA-s bëjnë dregun amerikan më të pasigurt dhe më të rrezikshëm, duke stepur investitorët. Ndërsa qëndrimi i Kinës është shumë i qartë, sepse Kina nuk merret me lojrat numrash, por përgjigjet konkretisht kur duhet. Duhet të thënë se kjo farsë e nisur nga SBA-ja ka nxjerrë në pak edhe pozicionimin e opinionit ndërkombëtar. Disa vende nisën fshehurazi shitje e bonave amerikane, duke e vënë Washingtoni në sekret. Ndërkohë që disa supermarkete përpiqen me sinqeritet t'i sugjerojnë zgjidhje Kinës. Në çdo rast, më rejoni t'i falenderoj sinqerisht ata, veçanërisht dy miq shqiptar që u bën pjesë e kësaj bisede. Dy biznesmen shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Kinë prej vitesh. Me këto politika tarifore që ndryshojnë vazhdimisht, jam bindur se ata e kanë ndjerë situatën më fort se kushdo tjetër dhe janë ndër zërat më të kualifikuar për të folur për këtë temë. Së fundmi, të dy ata kanë postuar video në rrjetet sociale kineze, duke ndarë pikpamjet e tyre. Le t'i ndjekim së bashku çfarë kanë për të thënë. I pari është Eridon Tojani, i cili merret me tregtinë e makinave elektrike në qytetin Qingdao. Ai thotë se politika amerikane e tarifave është si një stuhi. Kompanitë nuk duhet të presin pasivisht atë, por duhet të paraprinë duke eksploruar tregje të reja, si Evropa Lindore, Azia Juglindore, Amerika Latine, Lindja Mesme dhe Afrika. Sipas Eridonit, këto zona nuk janë thjesht tregje të reja, po ato janë e ardhme e vërtetë. Ai u sugjeron bizneseve kineze të mendojnë në mënyrë globale, të diversifikojnë prodhimin jashtë vendit dhe të shmangin tarifat, për të arritur një model të vërtet të prodhimit global. Supermarketi tjetër Airbus Turja ka vite që merret me import-eksport në Shenzhen. Ai u sugjeron supermarketëve kinez që nëse tregu amerikan është bërë shumë i vështirë, mund ta drejtojnë vëmendje nga Evropa, veçanërisht nga Shqipëria. Ai thotë se Shqipëria ka një pozicion shumë të favorshëm, është shumë pranë Italisë, kështu që ofron një mundësi të shkëlqyer zgjerimi në tregun evropian. Për më tepër, Evropa është një zonë e sigurt dhe e qëndrueshme, pa aq shumë probleme me armët si në SBA. Ai sekson gjithashtu se qeveria shqiptare është shumë e hapur ndaj investimeve të huaja, duke ofruar madje tokë faras për 99 vjet dhe duke dhënë mbështetje të konsiderueshme financiare për kompanitë. Faleminderit miqve si Eridoni, Ergysi dhe shumë të tjerë që shprehin zërin e tyre. Kina beson se zhvillimi nuk bëhet vetëm, por nëpërmjet bashkëpunimit me vende mike si Shqipëria, sepse kur ecin së bashku, arrin më larg. Në këtë periudhë, udhëheqësi kinez po zhvillon vizita në Vietnam, Malezi dhe Kambodja, ndër vende anëtare të ASEANit. Vlen të theksohet që vendet e ASEANit janë ndër më të prekurat nga politikat e reja tarifore të zbatuar prej SBA-s. Kjo vizitë e nivelit të lartë nga para kineze ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit praktik me këta partnerë në fusha si zinxhirët industrial, tregtia dhe investime, me synimi për të përballuar së bashku sfidat që sjell proteksionizmi. Ky bashkëpunimi nuk ka të bëjë vetëm me njërqenje e 2.4 miliardë banorëve të Kinës dhe vendeve të ASEANit, por është edhe një mbështetje konkrete për tregtinë e lirë dhe multilateralizmin. Po ju, si e shikni për shkallëzimin e tarifave nga SBA-ja, në cilat vende mendoni se do të bëhen qendra e reja të prodhimit në botë në të ardhmen? Na shkruani te komentet. Jam Burimi, një gazetar kinez që flet shqip. Shihemi herën tjetër.